Përkthyes gjuetar dhe shkrimtar u bën bashkë në një diskutim mbi sfidat e shqipes dhe përgjegjësinë e përkthimit. Përkthimi, kufit kohor dhe gjuha ishte tema e aktivitetit të organizuar në Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit në bashkëpunim me Shoqatën e Përkthyesve Shqiptar. Takim që solli reflektim mbi rolin e gjuhës dhe sfidat e përkthimit në Shqipëri. Një nga alarmet që ngriti gjuetari Gjevat Lloshi ishte për gabimet që po përsëriten në përdorimin e gjuhës shqipe. Është katastrofë për gjuhën, katastrofë për brezin e ri, për të gjithë. S'ka një gjuhën shqipe i burgosur luftës. E ka robë thuhet në gjuhën shqipe. Unë ngul këmbë. Ne kemi nevojë të domosdoshme të tërheqim vëmendjen në mënyrë shumë serioze për këto gabime të jo përkthimi, mungesë të përkthimit, pa dituri të thellë të gjuhës shqipe. Përkthyesi dhe studiuesi Ilia Lëngu theksoi rëndësinë e njohjes së potencialit shprehës, jo vetëm të gjuhës së huaj që përkthehet, por edhe të gjuhës shqipe. Pa një njohje të thellë të potencialit shprehës dhe njëherë azi të gjuhës amtare, pa këtë njohje të thellë të gjithë potencialit shprehës, vetëm atëherë mund të pretendosh se e ke kryer punën profesionale. Ndërsa shkrimtari dhe përkthyesi Primosh Llaku solli një qasje tjetër për sa i përket përkthimit. Përkthyesit shqipen e njohin si të madhe. Gjuhëtarët e kanë mushtu. Përkthyesit kanë shpërthy barrierat. Përkthyesit e sotëm janë faktor shumë i madh i zhvillimit të gjuhës shqipe. Diskutimi solli në vëmendje nevojën për standarde më të larta në përkthim, rishikim të edukimit gjuhësor dhe bashkëpunim më të ngushtë mes përkthyesve, gjuetarëve dhe institucioneve kulturore për të ruajtur dhe zhvilluar gjuhën shqipe.